Shëndetje të gjithëve, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar zonë Anita, të nderuar profesor, të nderuar bashkëqytetar, të nderuar të ftuar. Nuk është një ditë e zakonshme sot. Është një ditë shumë e veçantë dhe emocionuese për Pogradecin. Mbasi për të parë mas 80 vitesh në këtë qytet, të vogël kufitar, ku janë përjetuar me qindra histori njerëzore, organizohet një simpozium me një temë kaq kuptim plot nga e kaluara në përkujtim të kufijve të diktaturës 1944-1991. Në rastin të falenderoj institucionin e autoritetit për informim të dokumentave të sigurimit të shtetit që besuat për të organizuat këtë aktivitet kaq kuptim plot në qytetin tonë në bashkinë e Pogradecit. Pogradeci vërtet është një qytet i vogël, turistik, me liçenje dhe natyrën aq piktoreske dhe frymëzuese, kur përjeton në vetvete një ndjesi ndryshe nga qytetet e tjera. Kishte një ndjesi ndryshe në stilin e verës. Mund të them që çdo turist të vendit apo tuaj ne shikoni me dyshim. Më vjen vërtet çudi pse vetë do të dyshonin tek ata. Më vjen vërtet çudi pse ne do të mendonin vallë ky mos do të aratiset, o mos vallë ky është spion, mund të them atë që mendoj, apo të jem pak e kujdesshme. Pra, kjo ndjesi varesh e vetëm tek tuaj, por kishim ndjesi dhe ndaj miqve, shokëve të punës, por mund të them dhe ndaj rrjetit familjar. Dy shatra të mrekullueshëm, Lini dhe Tushemishti, përjetuan për 50 vjet rrethimin e dy fisht të lijave kufitare. Asnjë qytetar nuk mund të kalonte kufit e këtyre dy fshatrave kaq të bukura të mrekullueshëm, pa kaluar në pyetjet e degës punëve të brendshme. Pse do të shkosh dhe çfarë qëllim ke që do të vizitosh këto dy fshatra? Për të rritë atyre viteve, asnjëherë nuk do të harohen gjyqet apo pamjet e të rinjve në kufit e këtij rrethi. Çdo ditë çdo pogradecar shihte drita për te liçenit dhe e çdoi pyeste vete, çfarë bëhet atje për te? Si janë shqiptarët e Strugës? Si janë miqtë e Ohrit? Shumë vajza pogradecare të martuara në Pogradec, shumë vajza të Ohrit martuar në Pogradec, për 50 vite nuk arritën të shikonin të afërtin të tyre. Ndaj ky simpozium i sotëm jo vetëm që ka një rëndësi për të njohur pjesë të kësaj historie të erë dhe vendit tonë, por dhe të evidentoj sakrificat e atyre që aratisën dhe pasojat që përjashtuan të afërmit e tyre. Edhe një herë ju falenderoj për aktivitetin dhe që zgjodhet Pogradecit. Sukses!